Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. E në fakt vetëm përpara disa ditëve, një nën, 28 vjeçare nga Elbasani, ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku ajo rrëfeu vuajtjet që kishte kaluar në martesën e saj fatkeqësisht të dështuar. Një martesë e dështuar, por partneri i saj, Elame Borxhe, u largua e braktisi me 2 fëmijët e vegjël. Nuk do mjaftonte vetëm kjo gjë për Mirën, 28 vjeçaren, por ish vjera e saj e ka denoncuar dhe nusja e asaj shtëpie u dënua nga gjykata. Një rrëfim i ndjerë dhe i dhimbshëm 28 vjeçares, që ndodhi vetëm përpara disa ditëve në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Ne kemi vendosur sot ta risjellim këtë histori, pasi ish vjera zonja Rabiane Nexhipi kërkon dhe ajo të reagojë ditën e sotme për të gjitha deklaratat që nusja e saj ka thënë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Mira është njoftuar nga redaksia e emisionit Pa Gjurmë dhe nuk hezitoi. Mori leje në punë, themoi gjithçka dhe sot me mua ndodhet në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Mira, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Dua të të pyes, pas atij transmetimi të ka telefonuar dikush, ish partneri, se në atë ditë u lidhë me ish partnerin? Jo, vetëm kam pas kontakte me vjerën. Ish vjera ju ka telefonuar? Po. Dhe çfarë ju ka komunikuar? Më tha për çfarë ke vajtur prapa atje, domethënë pse duhet vesh në atë, bëj zgjidhjet, domethënë pa televizion, s'ke pse vete atje. Më foli për ty, ajo ka kërkuar që jetë pjesë e studios e emisionit Pa Gjurmë. Mos gaboj me emrin, Rabiane Nexhipi ish vjera. A kërkuar që të jetë pjesë e emisionit tonë, kështu që për të qenë transparente, do ta kemi dhe zërin e saj, por më lejoni të përshëndes edhe juriste Nexhi Beqiri. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Një histori që besoj e njeh, je informuar edhe nga transmetimi jon, por dhe nga gazetarët. Po, e dëgjova. Por për të gjithë teleshikuesit, ata që nuk kanë patur mundësi të na ndjekin pikërisht momentin kur kjo 28 vjeçare ka qenë me mua në studio dhe ka treguar momentet e vështira të jetës së saj, unë dua të prezantoj një material dhe rikthehemi. Një 28 vjeçare nga Elbasani, Mira, nënë e 2 fëmijëve të mitur vendosi të thyej heshtjen, duke rrëfyer në emisionin Pa Gjurmë vuajtjet e saj përballë një martese të dështuar dhe dhunës sistematike që ka përjetuar për 5 vite me radhë. Ajo tregon se u martua me mbledhëri në vitin 2015 me Lirim Nexhipin, 35 vjeç. 2 vitet e para dukeshin të qeta, derisa në jetë erdhi djali i parë, që nga ai moment jeta e saj nisi të përplasej me një realitet krejt tjetër. Në korrik të vitit 2021, 28 vjeçaria vendosi të jap fund kësaj martese, por pas këtij vendimi Lirimi mori valixhet dhe u largua përfundimisht nga banesa. Nuk ka qenë një ndarje e lehtë? Jo, mes dhunës. Domethënë, s'ka qenë fare e lehtë, domethënë dhuna ishte kryesore që unë ndava. Në fillim ka ikur ai se përzur, ndodhi dhuna e fundit, e përzura në shtëpia, iku, vajti tek e me vet, pastaj nga aty iku në Gjermani. Ai babas nuk është interesuar qoftë për të paguar diçka? Fare. Edhe të madhit që është e vjera nuk dërgon. Edhe tani që filloi shkolla, domethënë, nuk kishte, më mori djalin telefon dhe nuk kishte me çfarë vendet në shkollë. Jam detyruar unë me aq sa mundësi kam, ja kam nisur nga këtu në Fierë. Ai vetëm që nuk ka kontribuar për ata fëmijë që në momentin që vinin ndar, por flet me fëmijët pak në vron dashuri? Fare. E vetme, pa përkraje dhe zhytur në borxhe, Mira përpiqet të sigurojë jetesën për 2 të vegjëlit, por bara është shumë e rëndë. Njërin prej djemve ja la vjerës, me shpresë se ai të paktën do të kishte një strembi kokë, por nuk vajti ashtu siç ajo e priste. E dashur Mira, ai të ka dhunuar sigurisht dhe ky është shkaku dhe i divorcit. Por njerëzit e tij asnjëherë nuk ka qenë në krahun tënd, sepse unë u preka kur ti më tregove që vjera më denoncoi në polici për braktisje. Po dhe në një anë edhe nuk ka ç'të bëj. Edhe që e ka bërë domethënë nerva e sipëra, nuk e di se si ka vajtur që e ka bërë denoncimin, se të mbash 2 fëmijë nuk është e lehtë, se sot është 73 vjeçe. Ti qëndrove vetëm me 2 fëmijët?
Jo, do më thënë fillim fare po, pasaj të madhin ma mori zhjera. Borgjet gjitha që unë të merja rrugën e migrimit. Për një jetë më të mirë për fëmijët. E morë djalin në 2023 djalin e vogël, e qoj të Vjera, dhe nuk i them që unë po iki, sepse e di që nuk do ma mbante. Ja kam lënë në shtëpi, nuk e kam lënë në rrugë, po e kam lënë në shtëpi. Në momentin që unë kam ikur jashtë, kam emigruar jashtë, ajo ka vajtur në polici dhe ka denoncuar. Ndërsa djalin e vogël, vetëm 2 muaj më parë, u detyrua ta dorëzonte në jetimore, pasi nuk ishte asnjë mundësi ta ushqente dhe ta mbante pranë. Ti e njoftove që unë do bëj procedurat që fëmijën ta lënë jetimore se nuk kam para? Unë e kam bërë dhe ai ka thënë bëj çfarë të duash. Plus e kam marrë dhe e kam marrë. Pastaj kam bërë mbledhjen në bashki, e kam çuar vetë për çuar, sepse nuk mundesha, sa filloja një punë e lija. Për arsye se unë e kyçja brenda në shtëpi, unë punoja në Xhezë, kisha punën, domethënë bazdite, në ora 5 deri në 10. Ai nuk rinte, qante. Më thynte xhamat e shtëpisë. Një fëmijë vetëm mbyllur, çfarë do bëj tër ditën? O do punoja, do paguaja qiraje, do ushqeshim, ose do rija mbas djalit. Ama ai e vuan aty ku është. Domethënë e kuptoj shumë mirë që ai e vuan, por në një anë them e kam mirë aty, për momentin se është domethënë në kujdesin e shumë personave. Pas rrëfimit të saj të trisht, ish Vjera e akuzuar nga nusja, kërkon të reagojë. E në fakt e dhimbshme, një nën e cila ka rrëfyer në studion e emisionit Pa Gjurmë që ngeli e vetme, e braktisur nga të gjithë, e detyruar që djalin e vogël ta dorëzoi në jetimore, sepse nuk ishte mundësi që të kujdesej dhe të arriste me dashurinë e saj. E dashur Mira, ish Vjera, kur e ka parë transmetimin, besoj që të ka telefonuar sepse ka hedhur poshtë akuzat që ti ngrite në studion e emisionit Pa Gjurmë, që ajo të denoncoi pa të drejtë sepse ti ishe detyruar të emigroje në Greqi dhe të punoje për hir të fëmijëve. Nuk e di se çfarë ka thënë tek juve, po unë i kam me video, ato që më ka marrë mbas emisionit. Jo 1, po 3 video, çka ka thënë. Domethënë edhe mua të tjera më thotë, të tjera bën, përderisa ajo kur flet me mua, domethënë nuk e ke fajin ti, thotë, fajin ma ka djali. Domethënë e mallkon djalin, e bën djalin. Tjera gjëra më thot mua, tjera gjëra thot me të tjerë. Unë nuk e di se çfarë të them. Për të qenë transparente, me ish Vjerën tuaj, me zonjën Rabiane në Xhipi, unë ka pasur një komunikim shumë të shkurtër në telefon dhe ajo më ka kërkuar që të jetë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë, për shkak të moshës, por edhe për shkak se ka djalin tuaj që kujdeset aktualisht, nuk e kishte mundësi që të vinte dhe të udhëtonte nga Fieri në Tiranë, kërkoi të ishte nëpërmjet një lidhje dhe padyshim që ditën e sotme ne do e kemi zërin e saj. Unë nuk bëra komunikim të gjatë për të dëgjuar zonjën në fjalë, por e lash që ditën e sotme ajo të jetë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe të flasi për këtë histori. Por ndërkohë zonja Nexhi, teksa po e dëgjonte kronikën, tha që ndoshta është e padrejtë, por Mira e tha, unë e lash djalin dhe nuk e njoftova Vjerën që do iki. Dhe ajo u hakmor, le të themi, për inat shkoi dhe denoncoi për braktisje. Ndoshta dhe nga ana e Mirës, kësaj nëne, ka gabime? Ka një shprehje populli shqiptar, thot për inat si me Vjerë, unë hakumblat. Jo, ajo është barbara me. Po nuk doja të thoja në atë mënyrë, po në kuptimin që këtu gjithnjë, do më thënë fjalia filloi me inatin. Edhe unë mendoj që gjithçka ka ndodhur pikërisht për inat, ose pikërisht për një mos kuptim, pikërisht që nuk kanë qenë transparent. Edhe Mira nuk është treguar e sinqert, që ti tregoj dhe të bisedoj me Vjerën që si është historia, çfarë ka ndodhur, pse do më thënë unë nuk mund të mbaj fëmijën, sepse unë punoj. Dhe t'ja thoshtë sinqerisht, marë për shembull 500.000 lekë të vjetra, të paguaj qiran, ushqimet, do të punoj patjetër 8 orë, ndoshta edhe turni 2 e tjerë, dhe ku duhet ta loj fëmijën, dhe të kërkonte bashkëpunim me këta. Ne dim realitetin shqiptar, nuk është aq mirë që mund të marri 1.500 euro, të paguaj dritat, ujin, qiran, po ti dali ta paguaj dhe çerdhen apo kopshin e fëmijës, dhe kështu gjithçka të shkojnë normalisht me një nën e cila rrit e vet me fëmijët. Ne e njohim realitetin shqiptar. Mirë të huajt çuditën ndonjëherë kur thonë sa ke rrogën 500.000 lekë, çfarë mos si del.
sa e ke pensionin, 200 euro, 200.000 lek, 300.000 lek, si ja delni. Po ja s'kemi që të bëjmë. Në këto kushte ndodhet Shqipëria. Atere, këtu ka qenë një mos kuftim, një mos dakordsi, mos spjegimi situatës dhe ndeshmërisht, sinqerisht, me zëmën në dorë t'i thuet, të lutem vjera ime, kam nevojë të më ndihmosh. Buri juaj më la, djali juaj më la dhe buri im më la, unë s'kam që të bëm, s'kam kujt i drejtohem, s'kam ku i gjem mbështetjen, kam të ardhura minimale që s'përbaloj do të gjë, prandaj si ta kemi zgjidhje. Mira, nuk e mori guximin, t'ja thoshe të vërtetën vjerës tënde, që do iki në Greqi, do nis punën, apo qoftë një jetë të re, se ti je vajzë e re, pas kësaj ndarje jetën e ke përpara, do rimartohesh, padyshim. Pse nuk u tregove e sinqert për t'ja kërkuar këtë gjë ish vjerës, që më duhet të punoj dhe fëmijët mund t'i mbash ti, sepse ti ke dërguar para, ajo i ka dërguar para nga Greqia vjerës për mbajtjen e fëmijëve. Unë ja kam shprehur, nuk është se ja kam shprehur, ja kam thënë që mbajti dhe unë do iki të emigrojt, punoj edhe muaj për muaj ke kaq lek. Për fëmijët, edhe për vetë. Nuk i thuhet mbajti, duhet të mësojmi, të jemi pak, si thua me etik, të lutem mund të më mbash, se s'ka detyrime. Detyrim për atë fëmijë keni ju dhe burri juaj. Unë nuk i kam vënë detyrim asaj. Unë e di për faleminderit që ajo e kam mbajtur të madhin deri më sot. Unë, do me thënë, këtu në këtë mes, do me thënë, në këtë familje ish bashorti im, që nuk përgjigjet. Zoja Nexhi, ata janë divorcuar, Mira është divorcuar me partneri, gjykata ka vendosur që kujdestaria e 2 fëmijëve t'i kaloj nënës, babai ka një detyrim ushqimor që nuk e ka paguar kur. Mira thot që asnjëherë ai nuk më ka dërguar para për fëmijët. Zgjidhja e martesës është bërë mbasi ka ikur burri. Po. Mbasi ka ikur, ai është bërë zgjidhja e martesës. Po. Domethënë dhe çdo lloj vendimi që është marrë, pa praninë e tij. Se thua është marrë pa praninë e tij. Po njëkohësisht dhe për zbatimin e atij vendimi as nuk ka pyetur njeri. Ju e keni dorëzuar të vendim tek përmbarim? Po, e kam dorëzuar dhe nuk ma kanë ofruar, domethënë pensionin e fëmijëve. Si? Nuk ta kanë ofruar? Po. Se s'kam patur mundësi ta zgjidhin. Si problem, sigurisht nuk e kanë gjetur, zotria është në Gjermani. Ai zyrë përmbarimore diku është ai, nuk është se di, është lajmëruar, edhe nuk të takon, kanë thënë, për arsye se fëmijët i ketë ndarë. Kur i kisha, domethënë të voglin që e kisha dhe të madhin rrinte tek vjera, nuk ma ifshin. Tani që si kanë fëmijët, thonë që nuk të takon. Jo, tani që njëri djalë është në jetimore, padyshim që nuk të takon. Flasin periudhën kur ti u detyrove të largoheshe se s'kishe para dhe i mbaje ti fëmijët. Ke shkuar në atë kohë të zyra përmbarimore? Po, kanë vajtur dhe nuk kanë bërë asnjë gjë. E kanë lënë pezull. Domethënë nuk ka mundur dot zyra përmbarimore të ekzekutojë atë vendim gjykate. Po, dhe ky vendim nuk ka ndryshuar. Jo. Edhe pse ka ndryshuar rrethanat, djali juaj i vogël është në jetimore ose në shtëpinë e foshnjës dhe djalin e madh e mban nëna e burrit, ish burrit, gjyshja. Domethënë ky vendim është ai që ka qenë. Kur është bërë zgjidhje martesë. Atëherë përmbarimi çfarë do ekzekutoj? Një vendim që është i pazbatueshëm sepse ka ndryshuar situata. Normalisht duhet të ndryshojnë dhe si thua detyrimet përkatëse. Domethënë nuk mundet për shembull paguaj për shtëpinë e foshnjës, sepse nuk është këtë detyrim. Por dua të të theksoj që Mira ka vetëm 2 muaj që ka dërguar djalin në jetimore. Vetëm 2 muaj ka, e ka patur ajo djalin. Pra situata ka ndryshuar vetëm përpara 2 muajve. Edhe atëherë sa vite ka kjo situatë kështu? 4 vjet. 4 vjet. 4 vjet divorc që ai baba nuk është treguar korrekt me atë vendim gjykate për të paguar para. Edhe që përmbarimi nuk e ekzekuton dot sepse ai është jashtë shtetit dhe duhet një punë shumë e madhe që ky vendim gjyqësor të mundet të bëhet, të ligjërohet në shtetin tjetër dhe që organet atje të mundet ta detyrojnë për të dërguar lek. Nuk ka marrëveshje të tilla, prandaj dhe shumica e familjeve shqiptare apo dhe grave që janë vetëm nuk e sigurojnë dot ato të ardhura për fëmijët e tyre në rastet kur ish bashortit i ikin jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe këtu aq sa është një problem ligjor, aq sa është një problem teknik, është dhe një problem etik. Domethënë, një burr i cili tani merr valiçat, nuk pyet për 2 fëmijët, mirë për grua nuk e do më ndoshta. Po për 2 fëmijët e vet, merr valiçet dhe ikën diku në emigracion, donjëherë s'japin fare adres as për ish bashorten, as për fëmijët e tyre, por ikin si thua pa kthim. Domethënë kur do t'i mbushet mendja një ditë atij që do ta marrë malli për të kthyer në vendin e vet, atëherë do vi, ai shpreson që ndoshta s'ka një vendim gjyqësor që detyron atë që
pse i shmangur detyrimi për ngalemi, dole fiks tek momenti që unë kërkoja ta diskutoja sot në emision. Kjo nën që iku jashtë për të punuar dhe i la fëmijët tek Vjera, pavarësisht se nuk i tregoj të vërtetën, pas një denoncimi nga Vjera u dënua nga gjykata. Por ai baba që është denoncuar nga kjo nën, pse nuk është dënuar nga gjykata? Po sepse nuk e ka denoncuar. E kam denoncuar. Në polici e ke denoncuar. Dhe as kërkush nuk kujtuaj që ta çoj deri në fund tash. Është emigrim, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Nuk kanë çfarë i bëjnë. Pa, ai u shmang Kam detyrimin. kërkuar edhe urdhën mbrojtje se kishte raste. Ai u shmang nga i detyrimit ligjor për fëmijët e vet. Ju shmang. Po. Domethënë ai braktisi fëmijët. I la 2 fëmijët, pavarësisht se i la me ty, po i braktisi. Jo, ai nuk quhet të braktisje, thotë. Jo, ligji e ka, domethënë mos pagimi i detyrimeve për rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Dhe ai duhet përgjigjet për këtë. Dhe për atë nuk pati asnjë. Jo. Kjo është e gjithë historia. E gjithë historia dhe një fatkeqësi për këtë nën. Dhe kur ai iku i la, pa pyetur se ku është, dhe kur kjo e la ke Vjera, pra ke gjyshja e fëmijëve, me njëherë çuan gjykat. Shiko çfarë bëhet. Me njëherë çuan gjykat dhe dënuan. Kurse ai jeton i lirë, pas një lloj detyrimi, vazhdon jetën e vet në shtetin gjerman dhe ne me zotrin, pikërisht me Lirim në xhipin u lidhëm vetëm përpara disa ditëve kur Mira ishte në studio dhe ai tregoi se ish gruaja e tij bën telenovela turke në studion e emisionit Pa i gjurmë dhe ai ka qenë një baba i përgjeshëm dhe pse tha kam 5 vite që nuk i takoj fëmijët. Mirë, ne do të kalojmë në një këshill mjekësore dashurmiq në këto momente, do rikthehemi sërish bashk live sepse ish Vjera e mirë zonja Rabiane në xhipi po na pret që të jetë drejt për së drejti nga Fieri. Mi rikthyer sërish bashk live dashurmiq ku ditën e sotme në studion e emisionit Pa i gjurmë po flasim për historinë e një nëne 28 vjeçare me emrin Mira nga Elbasani e cila fatkeqësisht është divorcuar për para 4 viteve me bashkëshortin e saj, por për shkak të dhunës u largua dhe le të themi e vetme humbi dhe fëmija, sepse djalin e madh e la tek ish Vjera për të rritur, ndërsa djalin e vogël për shkak të gjendjes ekonomike u detyrua që ta linte në jetimore dhe sot është e vetme duke u përballur me shumë probleme. E dashur Mira, unë të tregova që ish Vjera, kur e pa transmetimin, kërkoj që të ishte pjesë e studios, kështu që do më lejosh ditën e sotme që unë zonjën Rabiane ta përshëndes dhe e përshëndes me njerë. Zonja Rabiane, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, motran, përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje. Po ne që kur e lam se do vinje këtukin. Por ja, jemi drejt për së drejti dhe nëse unë do udhëtoj... Jo, më lërë të të shpjegoj, sepse të gjithë njerëzit më kërkojnë që unë të shkoj në përrethe, po nëse unë e dashur Rabiane do isha në këto momente në Fier, atëre nuk do kishte emision, transmetim, ora 16 të studion e emisionit Pa i gjurmë. E pa mundur që unë të lëviz dhe të vite shtëpia jote, por të jap fjalën që ndoshta në ndonjë fundjavë, së bashku me stafin tim, mund të vim të vizitojmë nga afër, por që të mos u mbasi minutat televizive. Jemi të dyja drejt për së drejti. Është e njëjta gjë. Mendoje që dhe ti je në studio. Zëri jo do dëgjohet, kohën e ke të plot dhe nuk do të në presi njëri. E dashur Rabiane, i e prekur nga ish nusja kur e dëgjove në televizor? Dëgjo, me uregjëm e të, dëgjon në këtu. E ka me atë, me atë qartë notere, qartë. Ajo, menegji. E di si andarë këta me nëna, pra ndaj në kam kaq, kam qenë me koronë. Jo, të lutem, zonja Rabiane, nuk kemi pse përmendim noter të ndryshëm edhe avokat të ndryshëm që ju keni vazhduar seanca gjyqësore, por... Jo. Ajo e ndoj që burin a shtëpia. Dëgjon nëna, prandaj po them unë doa për ty me Esmeraldën. Ajo e ndoj që burin a shtëpia. Ka ardhur djali këtu, unë i sëmur. Por pse ish nusja e dëboj djalin tënd nga shtëpia? Po, më ka marrë në telefon Alta, edhe më ka thënë, do të ambash djalin aty, apo të marrë policinë edhe që të vinë sa i vente për të parë kalamajt. Jo, po pa dalte, Rabiane, të lutem, pa dalte çështja e fëmijëve që është shumë delikate dhe do diskutojmë gjatë për fëmijët, sepse është fati i 2 vëllezërve të vegjël që fatkeqësisht janë ndarë nga 2 prindër që nuk mundën dot i rrisnin bashkë. Por ju më thatë që e dëboj djalin tim nga shtëpia, pse ish nusja e dëboj? Apo e dhunoj djali jot dhe ajo detyrua ta dëbonte? Dëgjon nëna, të dy ata uran lesh për lesh vajtë në polici të dy.
Ka faj edhe djalim edhe ajo. Kanë faj. Të dy, se rjeshin. Por kur një martes I nuk ta shkon. shaltës, Alba Mocik, do të ndihmoj unë, me gjithë dyshen, të paguar qiran, të paguar ajo të ajo. I pati 3 dhoma dhe 2 dhoma dhe kuzhin, plot me plotka. I shiti për 300.000 lek ajo. Çfarë shiti se Mira ka qenë me qira, nuk ka pasur banes. Keni patur banes? Jo, me qëra. Po me qira Me qëra sepse qëratëgjiu do të parat. A i e la qëran pa paguar, pa drita, pa unë, dhe unë, sepse mi bante banga lekët, e di shumë mirë ti. Ti leti bante banga, Po, mi bante banga, ku të më shjente. Fëmijët do që të hanin. A i iku, nuk do të mbaja me dhunë shpi. E di shumë mirë ti dhunë që shkakton të a i. I mori fëmijët i hite nga dritarja. Po i ke parkala, dale ti kashi. Kashi e kam ura dhe që po flas. Unë ta kam një sekund, po. Ato ti që keni ardhur juve, të shtëpi Esmeraldës, djalin e kisha unë. Po. Me erdi në shtëpi dhe më tha, ma je për seldi se do të qonë të logike e të ceja. Po të rëndësi ka, se kur kanë ardhur këta në shpiz, nuk ka rëndësi. Qa kemi nëna? Zho, nëna qa ke, do dalim në televizor, kaj. Do dalim në televizor. Se ma nëna, kush të ndorë në televizor? Edhe nuk i vura shumë rëndësi. Po nuk ka rëndësi, se të thosha unë ty, a nuk do thosha, se ta bëjë unë është... Të mbaro ju. Ha, mbaro. Ishte vitirin, dale. Po. Ishte vitirin. Ma ke prur djali në datën 25 dhjetor. Po. Do të hajit se s'kam që ati japë, Po. edhe djali do të rukëtu. Po më falë, unë nuk të kam mëhuar, unë nuk të kam mëhuar dhe nuk të kam... Dalën e për dalë si ke kanë të toki. Ti ka kanë parat. Po shumë i pra unë e kam pranuar që ta kam nëm, djalin e ma ta kam nëm me një prokur që në 2022, dhe djalin e vogël ta kam nëm pa prokur. E dashur Rabiane, të lutem, në momenti që ju jeni nëne gjyshe, edhe unë jam nëne dhe zonja Nexhi jurisja që kam këtu në studio është nën, është gjyshe, kemi dhe ish nuse që është dhe ajo nën dhe gjithë lufta për ata fëmijë po bëhet sot. Në momentin, jo, të lutem, zonja Rabiane, ma dëgjoj pyetjen. Ma dëgjoj pyetjen që të më kthesh përgjigje. Ju e thatë që dhe djali im kishte gabime, në momentin që djali jot e lën nusen me kredi, e lën në borxh në bankë. Të gënjen. Po kredita jo i ka se më ka sjell faturat e bankës. Që fatura? Faturat e bankës që është në kredi. Unë punoja në bashki dhe ti e di shumë mirë që mua mamante rrogën në bashkia. Prandaj u detyrova e lash punën. Terapajt bank Alba. Terapajt bank e ka paguar lirin se ka marrë dysha 2 milion. E kemi ligujduar. Po bankat të tjera? Po bankat e tjera që janë të hapura akoma sot? Jo, e ke fondi pesa e ke fëndën. E dashur Rabiane, të lutem, në momenti që djali iku në Gjermani dhe e la nusen me 2 fëmijët e vegjël, ajo t'i soli... Me një. Djalin e madhe ke mbajtur ti. Odeta, tani unë nuk kam punë, unë e kam thënë dhe e them, nuk kam punë me vjerën dhe nuk kam hakmarrje ndaj asaj. Unë kam ish bashortin, a i duhet përgjigjet si mas ligjit. Po, ke të drejt. A i dim sot nuk është përgjigjur, kjo një herë mbron dhe një herë mbron, djalin e vetë ku ajo thotë që unë i kam videot, mos i nxirr videot tani live. Unë i kam videot ku ajo shprehet që djalin ti me hen kanceri, e bëf kanceri, nuk ma ke faj ti si nuse, po ma ka faj djali. I ka thënë vetë Rabihane këto fjalë. Ti na nxorë, dëgjoj kjo. Është vërtet kjo gjë. Është vërtet. Zonja Rabiane, të lutem. Të lutem Mira, të lutem. Për punën e pensionit. Zonja Rabiane, të lutem, mund të bëj një pyetje, pa dyshim që ti ke sakrifikuar dhe po rrit një pintënd të madh akoma sot edhe kësaj dite dhe këtë gjë nuk është mohuar. Nuk është mohuar. Nuk është mohuar nga Mira. Mira, të lutem. Po pra një vit e ke mbajtur, edhe prap unë jam përgjigjur, i kam të tëra me Western Union që unë jam përgjigjur me lek, me monet, përse jati vetë nuk është përgjigjur fare. Unë i kam, mos i moho lekët e fëmijëve, sepse unë i kam dërguar me gjak, kam punuar me gjak. Mos i moho lekët e fëmijëve, që unë i kam dërguar. Të lutem, zonja Rabiane, e dashur Rabiane, të lutem, në momentin që Mira ka qenë në studio e ka deklaruar, djalin e vogël e kam quar të kik zhvjera dhe nuk i kam treguar të vërtetën që do iki. Po, e kam pranuar.
E ka treguar të vërtetën në studio dhe u largova në Greqi. Dhe herën Ju e denoncuat. Ma la një vit. Iku hera parë, e bëra atë gabim, do të thënë, jo e bëra gabim, thjesht ika për arsye ekonomike. Ju e denoncuat. E dashur Rabiane, ju e denoncuat për braktisje dhe kjo nënë është dënuar. Por djalin tëmë, pse nuk e ke denoncuar që i ka braktisë në fëmijët? Nuk ka detyrë djalim, thot, për fëmijë. Nuk ka detyrë, ta dëgjoj përgjigjen. Rabiane, gënjeu, edhe iku në maltësi. Të lutem, po, Mira e deklaroi, vjerës nuk i tregova të vërtetën, unë u largova, por dua të them. Pse nuk më dinjen të më motër? Sepse nuk i mbajte, prandaj, nuk i mbaje. O, deta, dëgjon në nëftë. Po, Rabiane. Në 13 nëndor, mua më vdi që buri. Në 25 vjetor që më buri djali. Pa për 20 e buri. Po pa dyshim që Mira nuk ka bërë mirë, ish nusja nuk ka bërë mirë, që nuk të ka treguar të vërtetën, ne këtë gjë e kritikuam në studio, ish nusës tënde. Por desha të pyesja, në momentin që ajo e bëri këtë gjë, gabim, nuk të tregoj, ti e denoncove, dhe mirë bëre që e denoncove se quhet braktisje. Por djali jot që ka 4 vite, 5 vite që nuk i shikon fëmijët. Jo, i shikon. Djalin e madhe që një shkop private. Pse gjenjen, ku Djalin e shikon? vogël e qua në kopësh privat, i kam letrat të Po djali vogël është një jetimore aktualisht. Pra, djali vogël ka përfunduar një jetimore aktualisht. Vetëm një djalë ka i, se ka 2 djemë, nuk ka një djalë. Se ka një djalë të vogël. E qonë të shti, si ja lashin, eti ka shi nga Macedonia, ja lashin djali. Urdra mere djali më vërë. Se unë nuk imba, jam shtari Po, të 3 vjetë. edhe unë ta mora djalin, të kam dhënë dhe lek nga ndej, të kam njësë dhe lek, i kam njësë për fitë e mi, jo për ty. Vajtë të zyre për garimit. Po, Kërkove leke. po, kishe vajtur ti ati, ishe akuar ati, dhe ata për bëna së gjë, sepse vajtë ti ati. Unë i kam qërë letër zyrës për barimore me avokat. E kam thënë, mere dhe seldin, edhe do të shata 220, do të japë 250. Hajde mere dhe seldin, merë pensioni dhe vazhdo Po, jetën. aja ke dhënë ndonjëherë këto para, sepse me fjalë... Asë njërë, thjesht ka marrë nga mua, jo më ka dhënë, Po i kam ka pasur marrë në nga fëmijë, po mua. qëllë e ke kërkona jo. Po qa ke pasur? Jo, pa ajo nuk ka punë me ju, ajo nuk kërkon juve lek, ajo i kërkon babait të fëmijëve, se s'ka lidhje me ju. S'do pagoni ju pensionin ushqimor. Babai fëmijëve ka dhënë Jo, babai thot kam lënë nën, maman. Babai nuk përgjigje, thot kam lënë Edhe maman. 6 vjet ai. Mirë, ka nevojë për ndihmën e zonjës Nexhi juriste, të lutem e dashur Rabiane. Zonja Nexhi e kuptove situatën, është dhe irrituar dhe ish vjera e... Jo, unë dua të vija aty, o deta. Unë do të vi me letra. Po patjetër, ti nuk munde do të vije të udhëtoje, ndaj u realizua sot kjo lidhje, por unë të pres në studio, patjetër kur të duash mund të vish. Por e dëgjojmë pak zonjën Nexhi se koha televizive fluturon dhe jemi drejt kohës për shkuar reklama. Po, zonjë Nexhi. E para njerë ma përmondi emri, nuk e di pse ma përmondi. Jo, ka lidhje me avokatët dhe noteret e lidhjes Jo, të tjerë. më thënë në radhën e parë, ku kemi qenë në mbijes e trejtë. Unë e para njerë nuk e quaj shumë etike, dhe më thënë që Vjera, zonja që është sot në studio, e ka denoncuar atë për braktisje të fëmijës, më përpara kishte ndodhur braktisja nga babai i të 2 fëmijëve. Po. Jo, e ndoj që i buri i ku në Gjermania, ta nuk di Po të pra, Nene i tha. të lutem zonjë, në qoftë se një babai i 2 fëmijëve merr valigjen me rrobat e veta, edhe i lë 2 fëmijët aty, natyrisht që është braktisje, sepse ligji kështu e ka. Kur ti, domethënë, nuk je aty prezent për fëmijët, kur ti nuk bën atë takimin që duhet një në javë, një në 2 javë, dhe 2 javë me pushime në verë dhe 2 javë, ja më dëgjoj pak të në fund të them ligjin, po 2 javë në dimër, në kohën e vitit 3 pushimeve e tjerë. Qofse nuk i bën këto, nuk i jep të ardhurar financiare, por rritjen dhe edukimin e fëmijëve, natyrisht që kjo është braktisje e fëmijëve. Kështu që nuk ndodhi tek ne. Nuk e ka denoncuar, me gjithse zonja në studio Mira thot që e kam denoncuar, por nuk ka bërë gjë prokuroria për të punë, pra për para se të... Po prita mbaroj të lutem. Në qoftë se nuk ka ndodhur kjo për djalin tuaj, i cili braktisi fëmijët, iku në Gjermani, pa pyetur se çfarë do ndodhte me 2 fëmijët e tij, natyrisht që ajo është braktisje shumë herë më e madhe, se sa braktisja që ka bërë nëna e fëmijëve, se sa braktisja që ka bërë nëna e fëmijëve për atë periudhën kur ajo është larguar dhe pa miratimin tuaj, ajo ja ka lënë fëmijën.
Unë ja thash që në fillim që nuk është korrekte, sepse në qoftë se të gjithë ka nevojë ndonjëherë, kur gjendëm vetëm me fëmijët që të bisedojnë edhe me njerëzit e burrit dhe me njerëzit e vet, me gjyshën e fëmijëve, që të mundet i kërkojnë ndihmë dhe në qoftë se janë të gatshëm gjyshi dhe gjyshe, në qoftë se kanë fuqi, kanë kohën, kanë energji e tërë, atëre mund t'i ndihmoj, po nuk janë të detyruar. Kështu që natyrisht edhe fakti që e ka lënë, pa i thënë fare vjerës që po ta lë fëmin, është një lloj, si thosh, mungesë kujdesi, braktisje, por mua më duke se braktisja me madhe ishte e babait që ka 5 vjet që nuk i ka parë fëmijët e vet. O në gjimë më falë. Pa i thonë që ka sa e Esmeralda sa ty, jo Mira. Po Esmeralda, që erdi këtu ma pruri djalin për ditërin, edhe më tha mua do marrë shtëpi në fjerë. Po okej, unë e ka pranuar që ta kam sjell. Ja tham ato dhe Iku kjo e para, po tani kallëzimi 2 që zbër që unë t'i kam lënë me kontratë, me prokurë. I kemi në kamerë tjetë të tëra, dhe mesazhet e të tëra dhe shpinë. Po pra po. E dashur Rabiane, vetëm një gjë dua të them. E gjithë kjo situatë ka bërë që ai fëmijë, pra nipi jot i vogël dhe djali i ishkusës tënde dhe i djalit tënd, ka përfunduar në jetimore. Andoshta Po çfarë do? Po kur s'keni ju çfarë të bëni? Kurse do ajo që ka pillë ajo. Po babaj, edhe djali juaj. Jo. Edhe djali juaj është përgjegjës. Djali juaj ka përgjegjësi të barabartë me ishnusen në rritjen e atij fëmije. Jo, s'ka punë babaj, thot ajo. Jo, dhe djali juaj është përgjegjës, dhe natyrisht dhe ato e kap ligji për braktisje të fëmijës. Kështu që sepse ai ka detyrimin ligjor dhe në vendim po ta kishte sjell sot ishnusja djalit tuaj vendimin gjyqësor është e përcaktuar se çfarë detyrimesh ka djali juaj për të dy fëmijët. Kështu që ai në qoftë se do të bësh një proces normal, më dëgjoj pak. Qoftë do bësh një proces normal gjyqësor në Shqipëri dhe të merresh Të lutem, zonja Rabiane, zonja Nexhi, kalojmë në reklama edhe zonja Rabiane, të lutem, mos u largo, aty qëndro, kalojmë në reklama, rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rithyer sërish bashkë live dhe jemi në një përballje me nusen, me ish vjerën, pikërisht për konflikte që kanë pasur në 4 vite pas divorcit të 28 vjeçares me djalin e Rabiane e Nexhipit. Zonja Rabiane e kam në një lidhje direkte nga Fieri, nga shtëpia e saj, dhe pse kërkoj që t'ishe pjesë e studios, unë jemi pres në ditën e vijim që zonja Rabiane ti është pjesë e redaksisë tonë. Rabiane, më dëgjon? Të dëgjoj. Atëre, e dashur Rabiane, dua dhe njerë ta theksoj. Ky emision ka një qëllim 2 fëmijët e vegjël. Unë ta them me një sinqeritet shumë të pastër. Ky emision nuk bëhet për të mbrojtur ishnusen e djalit tuaj, gabimet që ajo ka bërë i mban mbi supet e saj. Nuk bëhet për djalin tuaj i cili ndodhet në Gjermani dhe unë dua që të tregojmë transparente telefonatën që kam realizuar me djalin tuaj, dua ta dëgjoni ju me vëmendje se si është prehur ai, por nuk kemi në mbrojtje as si ju si gjyshe. Gjithë dhimbja e kësaj historie janë 2 fëmijët e vegjël. Djali i madh që mban ti, nipi i madh që mban ti dhe i vogli që është një jetimore dhe janë ndarë me njëri tjetrin, kërkojnë të takohen dhe nuk ka mundësi të takohen, që do rriten pa dashurinë e njëri tjetrit. Dhe nuk dihet fati tyre në të ardhmen, se me sa shikoj unë, djali juaj, më falë që e them, nuk dua të paragjykoj, por më duket jo një baba i kujdesshëm për rritjen e tyre. Jeni ju që po bëni sakrificë për rritjen e fëmijëve të tij. Jo, ka dërguar Deka. Dhe një nën që është e pamundur për të vazhduar rritjen. Tani të lutem, përpara se ti ta komentosh dhe padyshim ju jeni nën dhe mbroni djalin tuaj, regjia do më ndihmoj me telefonatën që unë kam patur përpara disa ditëve me Lirim Nexhipin. Dëgjoj edhe një herë se ndoshta e ke dëgjuar kur ishim transmetim live, regjia më ndihmo. Pra, ju po tregoni se ish bashortja ka mashtruar. Por çfarë ka mashtruar? Sepse të gjitha ato që ajo ka thënë deri në këtë momente në studio, ti i pohove. Jo, si moj, ajo ti los të novela turke. Ajo është të novela turke se los ajo. Ishtë gruaja ime. Ta du tjetë e keqe, e mire e keqe, fëmija nuk lihet rrugëve. Asnjëherë më nuk lihet. Një baba sa do njëri keqe është, pse le fëmijën rrugëve? Jo, unë fëmijë i lash me shtëpi, jo rrugëve. As shtëpi s'kishim, se e lam 500.000 lekë pa paguar qiran, iku. Edhe qiran se ke paguar? Do lirin një oditam. Juve keni rënë në gratë tek ajo. Prekem unë si një gazetare për 2 fëmijët e tu dhe ti flet bilbil sot në këtë transmetim duke shajë nënën dhe nuk të pjesë në fëmijët dhe ti nuk thuaj një fjalë dashurie për fëmijët e tu.
Unë në fëmijë kam dërguar 100, 200 sa kam... Djali jot është një jetimore, ku i dërgon ti lekët, zotri? Po tani, kurbeti i ka të gjërat. Gjukatat ka vendosur një detyrim ushqimor. Klarmina të me atë basha, është mashtu të pekë me gjitha. Jo, në fakt, më mirë, largoni dhe ju nga telefoni dhe është e kotë që unë të vazhdoj të bised me ju, Po, zotri. anë dhe kështu është dhe, po kështu edhe unë, mos i di kotë se, po ma është mashtu se. Kotë që në halë dhe juve. Uroj të kthjellohesh. Rof, që ti të faleminderit, ta bezot i mbarë, emision të mirë, ta bezot i dritë. E dashura Bihane, djali juaj e pranoi që kurbeti i ka këto gjëra, që latën kuptonte që ka dërguar shumë pak para, 100, 200, kur ka patur mundësi për fëmijët. Po, disa kemi pasur pensionin neve, mëj nëna, 750.000 lekë me më 3. Po ju jeni gjyshja dhe pa dyshim që mund keni të ardhura, po flasim për një baba që nuk ka mundësi të rrisi fëmijët e vetë. Ajë sa ti që të vetë, mu e ti, pa Se ti mund të kesh, jo, Rabiane, të lutem, Rabiane, ti mund të kesh pensionin dhe 1.000 euro dhe atë nipin e math e mban si mbret aty. Por fati ati nipi të vogël që përfundon një jetimore... Ha, ma ti, o deta e ti që ma, dhe gjo mua, juve prisni aty... Jo, po të pyes, që ti të më kthesh përgjigje. Ja, po ta temu, edhe djali vogël është rritur mu si mbret këtu, që e kam pasur 2 vjetë. Djali vogël është një jetimore. Moj motë të ashjet që me 2 muaj ka. Po pra, po ky është problemi, ndaj po zhvillohet ky emision, për fatin një fëmije që ka 2 muaj që ka përfunduar një jetimore dhe babai është në Gjermani dhe nuk është prekur të presi biletën dhe të vinë në Tiranë të marri djalin nga jetimorja dhe të arrisi dhe një nën që thot nuk mundem ta mbaj. Për prandaj po zhvillojmë të emision. Po Rabiane. Ajo e di shumë mirë që djali ka qenë... Ti e di shumë mirë që djali ka qenë brenda mbyllur kyçur. I di shumë mirë të ka marrë me kamerë, me video, i kam video gjitha që djali ka qenë mbyllur brenda në shtëpi dhe është verifikuar nga bashkia, nga policia, nga gjithë. O, deta, t'i gjo mua ati. Unë kam vajtur të rajoni 6. I kam me deklarata këtu që kam shkruar. Po? E di shumë që mori policina jo dhe e pruri për ato të rajoni 6. Po? Jo alta që kini ati. Jo, unë desha ta përmbyllja këtë bisedë vetëm me pyetjen e fundit e dashur Rabiane, çfarë mendon djali juaj për fatin e nipit të vogël? Dikush do shkoj për ta marrë nga jetimorja apo fati i tij është destinuar të rritet në jetimore? Jo, no, ta marrë e jema që që aty më. E jema. Kjo është përgjigja. E jema me 700.000, dhe gjohë, dhe ta. Atëri të na dëgjojnë institucionet, jo, tani të lutem, tani do flas unë, nuk mund të lejoj, sepse përgjigja juaj ishte e qartë, ta marri nëna, pra djali im s'ka punë. Thuaj ti me fëmijën e vogël. Ti bëjmë thirrje institucioneve të marrin në ndihmë këtë nën, e cila ka ngelur e vetme, bën një punë të zezë që siguron vetëm bukën e përditshme të saj, ta ndihmojnë që ajo fëmijën ta marrë dhe ta arrisë vetë. Bëj thirrje institucioneve për 28 vjeçarin që ndodhet në gjendje vërtet të vështirë ekonomike, me kredi të mbartura nga martesa e saj e dështuar dhe e pamundur për të rritur djalin. Ke një mesazh të fundit Rabiane për ishnusën? Jo, unë kam këta. Po. Dua që të vija aty të ballafaqoj me letra, me dokumenta, me të Po ja ishim përballë e quhet dhe kjo. Po, të fundit, po. Atëre ti zonjë nderuar, e para njerë që djali jot duhet përgjigjet ligjërisht, edhe që ka braktisur fëmijët. Do përgjigjet ligjërisht, dhe mamaja e fëmijës shkoj të denoncoj në polici që pse ai nuk kryen detyrime ndaj fëmijëve. Jo thjesht me lekët, por që të jeti pranishëm, më dëgjoj deri në fund, të jeti pranishëm se kështu e thot ligji, nuk e them unë, që të jeti pranishëm në rritjen, edukimin, argëtimin, në shëndetin mendor, fizik të fëmijës së vet. Pra duhet bëni denoncim dhe ai të përgjigjet. Mua më shqetëson fakti që babai i fëmijës nuk ka asnjë lloj interesi për ata fëmijë që janë të tillë. Prandaj duhet të përgjigjet ligjërisht ai. Dhe çfarë është më problematike për djalin tuaj, se ju flisni vazhdimisht, që ai as e ka llogaritur ndonjëherë që të vijë dhe të rregullojë marrëdhënien me fëmijën e vet, që të vijë, të mundet ta marrë fëmijën nga shtëpia e fëmijës, pra pas 1 viti, pas 2 vjetës, si e mendon ai, dhe të mund t'i bëjë të 2 fëmijët bashkë, dhe nëse nuk është fizikisht në çdo ditë dhe me gjyq e ka jëma, ai të jetë prezent duke i marrë çdo fundjavë
një 2 javë, 1 muaj të tërë, me pushime e tjerë. Pra, ai duhet të realizojë bashkëpunoj fëmijë dhe ai të paguajë detyrimin ushqimor. Pra, ai ka detyrimin ligjor që të jetë prezent në jetën e fëmijëve. E dim shumë se çfarë vështirësi ka emigrantët, por ameja ai Zonja Arabiane, djali juaj ka detyrim ligjor se ka vendosur gjykata dhe nuk e vendos as zonja Nexhi as Odeta këtu në studio. E ka detyrim. Gjithsesi, ju jeni mirëpritur në studion e emisionit Pa Gjurmë, me letrat që keni, kur të doni, ju pres në studio të përshëndes zonja Arabiane. Mirë, jemi rikthyer dhe jemi në minutat e fundit Nexhi, sepse do ta mbyll me 28 vjeçaren për të përcjellë mesazhin e fundit, që besoj ajo kërkon ndihmë. Kjo është situata. Një mesazh ndoshta për ish burrin e saj që jam e sigurt që na ndjek. Unë fola për ish burrin se çfarë detyrime ka, sipas ligjit shqiptar, sipas vendimit të gjykatës në lidhje me prindërimin e tyre. Tani kam një thirrje edhe për mamane të 2 fëmijëve që është sot në studie. Esmeraldës. Të mundet të rregullojë situatën e saj ekonomike, domethënë që të mundet të ketë një pagesë, si thua, të qëndrueshme, të vazhdueshme, për të patur një banesë dhe të mundet të realizojë, ndoshta jo menjëherë, bashkimin e të 2 fëmijëve, që të paktën atyre t'ju mungoj babai, ndoshta një ditë dhe ai kthjellohet dhe kthehet dhe i shef 2 fëmijët e vet, po që të mundet të bashkohen të 2 fëmijët, të mundet të jetojnë pranë nënës vet, të mundet të jetojnë të njëjtën banesë, e të mundet të kthehen normalitetit, dhe kjo gjyshe që folja ai shumë sot në studie, do të kishte një predispozicion pikërisht për të vendosur një bashkëpunim, djali nuk e ka, po të paktën ta vendosi me maman e 2 fëmijëve, me ishnusën e saj, sepse nuk kemi hall të nxjerrim natin me njëri tjetrin, vjerra ndaj nusës e nusja ndaj vjerrës, po të mundet të ki bashkojmë fëmijët paktën me maman e vet dhe ata të jetojnë të qetë. Esmeralda Mira, të thërritë me 2 emra ditën e sotme, por e pamundur për të ruajtur pikërisht këtë gjë, sepse vjera juaj e zbuloi emrin tuaj, dashur apo pa dashur. Një mesazh të fundit e ju. Mesazhi im është që, domethënë, unë nuk kam asgjë me vjerën. Unë thjesht kërkoj që ai t'i japi prokur, nuk po dua lek nga ai, se di që nuk jep asnjëherë derisa të kenë jetën. Por më japi një prokur edhe unë nuk të kesh mundësi për të lëvizur jashtë, për të vazhduar jetën. As me kunatën, as me ish bashortin. Thjesht më japi një liri për fëmijët, që unë të lëviz jashtë. E qartë. Po jo, atë mund ta bëj dhe me vendim gjykate. Që mund të vendim gjykatës se ai nuk ja jep. Mirë, do të flasim edhe pas kuintave për të të orientuar dhe për të ndihmuar për këtë çështje dhe pikërisht kërkesën që ti ngrite në studion e emisionit Pa Gjurmë. Të falenderoj që të pata në studio, të falenderoj zonja Nexhi që të pata në studio. Kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Ne bashkë do i takohemi sërish nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV me një tjetër histori. Faleminderit.